ardhur në një video të re këtu në kanalin tim. Këtë frazën më duket sikur e kam mësuar përmendesh. Është hapja e videos, edhe sikur nuk ka lezet video pa këtë hapje. Kështu që mirë se keni ardhur edhe një herë në kanalin tim në një video ose në një vlog tjetër. Unë shpresoj gjithashtu që edhe ju të jeni duke kaluar një javë sa më të mbar. Si po pres që të vi edhe premtja dhe pastaj të shijojmë edhe pjesën e fundjavës. Tani po ua them që tani sepse ndoshta haroj më vonë, por të shtunën kemi flomark nëpër shtëpia, pra në zonën që jetoj unë. E mbani mend besoj një herë si është bërë sepse kam pasgjeruar dhe ta mendoni u bë gati një vit. Wow, sa shpejt ikën koha. Dhe po, kemi flowmarket, unë kam shumë kohë që nuk kam shkuar dhe më ka marrë shumë malli, por mbi të gjitha dua të shoh edhe për disa gjëra për t'i shitur në Vinted, sepse pse jo të bëjmë disa lek, edhe shpresoj që të gjej. Megjithse e di që më shumë do ketë gjëra për shtëpinë dhe gjëra kështu se sa rroba, por gjithsesi besoj se do gjejmë ndonjë gjë. Ka shumë të gjitha shtëpiat nxjerrin dhe ka me vërtet. Madje është aq e lodhshme sa unë të paktën nuk do kem fuqi që ti vizitoj të gjitha. Pra shumë pak, nga që është edhe vap tani. Ka bërë shumë nxehtë këto ditë. Nuk kemi çfarë t'i bëjmë sepse tani ka edhe kohën dhe është e kohët që të qahemi. Sot është ditë e njëjte, unë jam pushim nga kursi, gjithashtu rasti veçantë sot nuk isha edhe në punë, kështu që sot e kisha të gjithë ditën për vete. Nuk e mbajta Anjën në shtëpi sepse Anja mërzitet në shtëpi dhe e kërkon vetë në mëngjes që të shkojë në kopësht, kështu që e çova në kopësht dhe vazhdova me pjesën tjetër të ditës. Kisha për të çuar një 2 porosi që u bën këtë javë në Vinted dhe kështu. Në supermarkete nuk u ktheva sepse e kemi bërë supermarketin dje, kështu që kjo ishte. Mora lule të freskëta, siç arrini të shihni edhe aty. Këtë herë mora lule dielli. Kanë kohë në fakt që kanë dalë dhe unë kam zgjedhur zamba këto kohë të fundit, por që sot tash okay, do marr lule dielli sepse ishte bërë me vërtet shumë bukur. Tani, unë po mendoj që vlogun sot do të hapim me një unboxing shumë të bukur dhe mund të them që ky është një nga brendet që më ka pëlqyer më së shumti nga të gjitha bashkëpunimet që kam bërë. Arsyeja e parë është kualiteti që unë në fakt nuk është se kisha shumë pritshmëri te ky brendi, nuk e di pse, në momentin që më shkruajti thjesht nuk kam pas atë entuziazmin siç e kam pas me bashkëpunimet e tjera. Por, në momentin që më erdhi porosia, materiali që kanë është fantastik, edhe normal e justifikon pak edhe çmimin që kishin atje në sajt. Për më tepër po filloj me unboxing dhe t'i shohim bashkë. E dini ju tashmë unë vdes për detaje dhe kur më erdhi porosia i kam bërë edhe një foto. Më pëlqen shumë kjo shprehje këtu që thot "Thank you, wishing you a day full of happiness and joy." Sa gjëra të vogla, po sa gjëra të bukura. Kur më erdhi kjo atë ditë më bë shumë qefi, nuk e dija fare se çfarë kishte brenda. Domethënë e dija se unë i kam porositur. Këto gjërat e vogla të bëjnë të ndihesh pak më mirë. Të paktën për mua, nuk e di për ju. Këtu janë të gjitha gjërat që unë porosita dhe brendi në fjalë quhet Bear Look. Është ky brendi këtu. Sa gjë e bukur që është kjo. Tani që ta kuptoni dhe ju, këtu brenda ka kostum plazhi. Pra unë kam porositur 2 gjëra për plazh dhe gjëja tjetër që kam porositur është një set sportiv që unë në fund do t'ua tregoj të gjitha, por si fillim kam zgjedhur që t'ua tregoj një herë një nga një. Këtu brenda, siç e thash, është edhe seti i plazhit që unë kam marrë. Atëherë, seti i parë është ky, që pjesën e poshtme e ka me bel të gjatë, ja t'u tregoj një herë këta. Kurse pjesa lart është me këtë detaj këtu, shikojeni pak sa e bukur që është. Këto kanë dalë në fakt shumë në modë këtë vit. Dhe nga mbrapa, pjesa që më pëlqen është që ka edhe këtë mbylljen kështu. Gjëja më e veçantë e këtyre është kjo pjesa e rripave, që rripi vjen nga i ngushtë edhe vjen duke u zgjeruar këtu. Rrim shumë bukur te kjo pjesa këtu, fiks të paktën stili dhe modeli që unë dua. Më pëlqen shumë edhe etiketat, sepse janë shumë të përshtatura me këtë stilin e këtyre. Shikojeni pak, janë kështu, me këtë gjën këtu, edhe vinë si tip kartoni, me këto udhëzimet, shumë të lezetshme dhe goxha brand i mirë strukturuar, do thosha unë. Dyta që ka porositur është ky body, që ka komplet këtu jakën katrore dhe nga mbrapa ka këto lidhset. Tani, e veçanta e këtyre gjërave që kam porositur unë është se kanë materialin super të mirë. Dhe gjëja më e mirë akoma është fakti që të mbledhin shumë. Shikojeni pak, po arrini të dalloni edhe materialin nga afër.
Kam porositur të gjitha të zeza, nuk ka problem se nuk e di kohët e fundit sikur janë fiksuar pak me ngjyrën e zezë. Unë nuk e kam pëlqyer shumë ngjyrën e zezë, por këto kohët e fundit paka shumë i marrë në ngjyra neutrale dhe të zeza. Gjëja e fundit që unë e quaj këtë qershia mbi tort, edhe do e shihni edhe në fund veshur, sepse unë e quaj këtë qershia mbi tort, sepse është me vërtet shumë i bukur. Ky është një top. Po shkoj pak më poshtë që të arrini ta shihni edhe ju. Është një top që pjesën mbrapa e ka në këtë mënyrë kështu. Gjithashtu këto kupat që nuk është nevoja që të veshësh gjë poshtë. Materiali është ekstrem, nuk kam fjalë. Dhe pastaj vjen edhe pjesa e streqeve, sepse e ka marrë kostum, e ka marrë set. Dhe shikoni pak se çfarë materiali super i mirë që janë streqet. Normal edhe këto të mbledhin, kanë këtë tendencën që ta mbledhin trupin. E bukura e këtyre është kjo pjesa këtu që duket kështu, domethënë nuk është e drejtë, vjen me këtë pjesën kështu që unë kam kërkuar për një palë si këto dhe nuk i kam gjetur. Shikojni pak sa kostum i bukur që është. Mbi të gjitha të motivon në maksimum që të fillosh ushtrimet apo të fillosh vrapin. Unë në fakt e fillova para disa kohësh, por më desh që ta ndërprisja sepse filloja kursin, atëherë isha edhe tek restoranti në punë, edhe kështu nuk pata shumë kohë, por që këto nuk janë justifikime, kështu që duhet ta filloj përsëri. Më pëlqen shumë fakti që këtu nuk ka nevojë që të prihet fare dhe është fiks me këtë gjatësinë, sepse unë zakonisht kur i marr streqet, më rastisi shumë të gjata dhe duhet i presin se s'ban, por këto janë fiks edhe më rrin shumë mirë. Se çfarë vape kam tani, sepse hish edhe vish rroba plasa. Gjithsesi, unë tani jam ulur këtu, sepse dua t'ju tregoj edhe këto kodet që më kanë dhënë. Për blerje në sajt keni 20% ulje, do ua lë kodin aty, do ua shkruaj domethënë që ta keni më mirë dhe për të gjitha veshjet sportive me kodin SP25 përfitoni 25% ulje. Pra me produktet e tjera, për shembull rroba banje, gjëra të tjera, përfitoni 20% ulje, kurse për veshjet sportive keni 25% ulje. Deri para gjysore ka qenë një vap e tmerrshme, vetëm duke ndajë urtësie. Ama shikoni pak tani. Një shi i papar me vetëtima, me bubullima, vetëm shikojeni pak. Dhe këtu jemi pas 1 minutë shi. Too long, won't you come back to me? If I did you wrong, I'll make it right, you'll see. Back to my arms, I would give anything if you would give your love to me. So aimlessly. Open air, side by side we sway there in all the colors. Hello, sot është dita tjetër dhe në fakt unë kam filluar xhirimet që në mëngjes, por që nuk kam pasur kohë që t'ju flas. Dhe tani është pasdite, është shumë vonë, është ora 5:30 dhe ne jemi bërë gati sepse sot duam të dalim nga dyqanet, domethënë ato Zara, HM kanë bërë uljet e mëdha. Duam që të shohim, t'u hedhim një sy. Mua më nevojiten një palë pantallona linon, por që nuk e kam me se s'bën, sepse mund të marr edhe në vintet, kurse për ranjën dua të marr disa bluza nga të Zarës që t'jem pambuk, që
që t'i ketë për të ndërruar në kopësht. Tani, po ta mendojmë faktin që Anja do t'i bëj shumë shpejt pis, mund t'i kisha marrë edhe në shenjë, edhe në Temu. Në Temu nuk para marr rroba, por që në shenjë më tepër. Ama i dua me se s'bën që t'jem pambuk, që t'i thithin djersën, dhe prandaj po zgjedh që t'i marr edhe t'i blej te Zara, dhe shpresoj që të gjej ndonjë. Gjithashtu dua që t'ja marr edhe me ngjyra. Nuk dua që t'ja marr më besh, domethënë t'jetë për mua normal që dua, por që ajo nuk i vesh më gjërat e zeza ose edhe thjesht të bardha, nuk i nuk i ka qejf, i do vetëm me ngjyra. Kështu që do bëjmë një ndërrim garderobe të vogël. Të gjitha t-shirtet apo edhe fustanet që do shohim për t'ja marr, do ja marr me ngjyra, le t'i zgjedhë vet, le të jenë me figura, sepse çdo mëngjes bën shumë naze në momentet që duam të ikim në kopësht, bën shumë naze te veshja, domethënë e ka shumë qejf që të shkojë në kopësht, por te veshja bën naze dhe gjë që më bën që të vonohem. Kështu që më mirë do ta lëm që t'i zgjedhë vet dhe ky është plani për sot. Anja sot nuk ishte kopësht, gjë që unë nuk e dija përsëri. Turova që ta merja me vete, nuk e bëra sot pushim, nga që kisha me atë zyshën që më pëlqen shumë se si shpjegon dhe nuk doja ta humbisja, kështu që mora Anjën me vete, ndenjë goxha urt edhe u soll shumë mirë. Pastaj shkuam edhe nga dyqani dhe pastaj erdhëm në shtëpi, hangrëm, fjetëm. Këto janë edhe gjërat që ne bëm. Prandaj nuk është se hapa kamerën, por edhe bateri thash që nuk ishte. Të shpejt tani të dalim edhe të shohim se çfarë do të blejmë me ulje. The fall is coming, I can feel it. The breeze brings goosebumps to my skin. Tonight the whiskey feels stronger. Gasoline on hidden desires. So slow. Ardhur në shtëpi, po përfitoj nga rasti që Anja po fle gjumë, me thurë gjumi në makinë sepse u lodh. Do të tregoj këto gjëra dhe kështu po mendoj që të bëj edhe mbylljen e videos, sepse po mendoja që t'i vendosja tek blogu tjetër, por që pastaj thash nuk ka sens, kështu që po e bëj edhe unboxing tani, edhe pse ndihem pak e lodhur. Unë siç e shihni kam bërë një dush sepse ishte shumë nxehtë, edhe vazhdon të jetë shumë nxehtë, dhe prandaj ndoshta mund ta shihni edhe bluzën këtu që është lagur, sepse unë nuk kam përdorur tharse dhe kam lënë flokun që të thahet në mënyrë natyrale, dhe ta mendoni kam diku te 5 minuta që kam dalë nga dushi dhe janë pjesërisht le të themi të thata. Dolëm tek ato dyqane, tek Zara, tek HM, kishte ulje, por morëm vetëm për Anjën, sepse unë pash edhe për vete, por nuk është se pëlqeu gjë. Isha më shumë e interesuar për pantallona lino të gjata, sepse të shkurtra kishte, por që unë i doja të gjata dhe nuk gjeta, dhe po mendoj që të shoh më mirë në Vinted, sepse aty ndoshta i gjej edhe me pak ulje, domethënë ndoshta i kap me ndonjë çmim më të mirë. Gjitha gjërat këtu janë për Anjushin, që më të shumtat e gjërave i ka zgjedhur vetë dhe nuk e keni iden se sa gjë e bukur është, sidomos në këtë moshën që është Anja tani, që zgjedh vetë gjërat e saj në momentin që dalin, nuk u grindet më si më përpara, por e dëgjon fjalën tonë, ose në momentin që i themi për shembull do shkojmë, do ham ndonjë gjë dhe thot po, edhe thot edhe ato preferencat e saj. Ju keni ide se sa gjë e bukur që është, na është bërë tamam si shoqe, nuk grindet më si më përpara. Kur shkoni më përpara në dyqane, gjithmonë do dilte duke qarë, ose do na stresonte pak sepse donte shumë gjëra, domethënë tamam si fëmijë, por që këto kohë të fundit sikur është rritur pak le të themi, edhe na është bërë
bërë me vërtet si shoqe dhe tani kur dalim e shijojmë shumë të tre këtë pjesën e të dalurit. Besoj se e merrni me mend se çfarë ngjyrash ka zgjedhur Anja, tamam si fëmijë, ngjyra verore, roz, të verdhë, dhe unë në fakt e lash që të zgjidhte çfarë ajo donte dhe vetëm një palë pantallona, tuta më saktë që ja kam zgjedhur unë, edhe ato nuk i pëlqyen fare, më tha mua nuk i marr, nuk i dua, tha, nuk i pëlqej. Unë ja mora sepse mendova edhe pak kur vistina e vjeshtës, ti bëj ndonjë kombinim. Unë ula këtu që të jem pak më rehat dhe në fakt çmimet nuk e dija i kanë të gjitha apo jo, sepse një dy u hoqi Anja, por që të shoh sepse ndoshta i kam edhe në fund. Tani bluza e parë që zgjodhi është kjo roza, kjo në fakt më pëlqeu edhe mua. Ka këtë xhepi këtu me këto lulet kështu të verdha. Është në fakt ngjyrë roz që është edhe në shijet e mia dhe mbi të gjitha i shkonte shumë. Nxirr shumë nga dielli, nga që edhe në kopër shtrin shumë në diell, po kemi vajtur edhe një 2-3 herë në pishinë dhe ka marrë goxha ngjyrë, është bërë tamam esmere dhe këto ngjyrat kështu i shkojnë shumë. Madje ka marrë edhe këtë këtu që dhe kjo kur ja pash veshur thash wow, i shkonte shumë. Këtë e zgjodhi me babin e vet. Edhe në fakt më pëlqeu edhe mua kur ja pash veshur. Këtë i ka këtë, por pjesën më të bukur e ka këtë mbrapa që është kështu. Pas ka etiketën dhe kushtoi nga 6,95, 4 euro. Kalojmë te bluza tjetër. Shikojeni pak sa e bukur që është kjo. Kjo kushtoi nga 8,95, 7 euro dhe shikojeni pak sa të bukur e ka këtë pjesën këtu. Unë këtë në fakt e kisha parë edhe online dhe edhe në qoftë se nuk do kisha mundësi që të shkonim sot andej, doja porosisja online sepse i kam porositur edhe në Temu disa karfica që janë fix në këtë printing kështu. Ka marrë këto stretchet, këto në fakt janë goxha materiali mirë dhe kombinohen shumë edhe me këto dy bluzat e tjera, sepse ka këto ngjyrat me zemrat kështu të verdh, roz, edhe mund ta veshi dhe ta kombinoj edhe me këto, edhe mbi të gjitha janë edhe shumë materiali mirë. Këto se kam etiketën, mua ka hequr Anja. Dhe të fundit që, unë pas kam këtu dy etiketat, edhe besoj se këto duhet të jenë këto stretchet nga 8,95, 6 euro dhe kjo duhet të jetë etiketa e bluzës roz nga 5,95, 4 euro. Në fundit janë këto që i zgjodha unë, janë këto tutat kështu që vinë kështu si të drejta poshtë. Fakti që ka këtë gjën këtu i bën edhe akoma më të bukura dhe nësi po pres që t'ja vesh. Këtu në fakt koha kur ftohet shumë shpejt, kështu që besoj për një muaj e pak jam e sigurt që do t'i veshi. Nuk janë edhe shumë të trashë, por që janë material shumë i mirë dhe kaq ishin të gjitha gjërat që ne morëm tek Zara. Pas kam këtu edhe faturën dhe të gjitha këto kanë bërë 27 euro. Besoj se është çmim i mirë, se do ta mendosh kemi marrë 1, 2, 3, 4, 5 gjëra dhe materiali i këtyre bluzave është shumë i mirë. Këto ishin edhe gjërat që ne morëm nga uljet e Zarës, ndoshta të dalim edhe atë valën e fundit që bëhen uljet që ulen shumë çmimet, sepse tani në fakt deri me sa mbaj mend nga viti i kaluar, deri nga gushti ka goxha ulje, kështu që e sigurt që do dalim përsëri. Edhe nëse gjej t-shirte të tilla edhe pantallona, tuta doja marr që t'i sepse tani që shkon në kopësht i duan me vërtet shumë rroba dhe në fakt unë kam shumë kohë që nuk kam dalë edhe nga këto flormarketet, kështu që duke qenë se edhe nuk janë organizuar flormarkete, tash po ja marr të reja sepse 3-4 euro nuk është asgjë dhe ta mendoni është shumë material i mirë. Tani siç e keni kuptuar, video si ka ardhur fundi, por që duhet të theksoj faktin që unë nuk bëhem shumë pjesë e tematikave të ndryshme, për arsye se dua që në vlogët e mi të gjeni më shumë atë qetësinë, atë jetën e përditshme, relaksin, pra t'ju transmetoj këto gjëra, edhe nuk dua që të bëhem pjesë e tematikave të ndryshme. Tematikat ngjallin gjithmonë shumë debate, mjafton që unë të kem një mendim timin dhe një njeri të ketë një mendim tjetër dhe direkt të nisin ato komente negative dhe unë nuk e dua këtë gjë. Pra nuk i dua këto gjërat që sjellin negativitet, dua vetëm gjëra pozitive.
Kjo është edhe arsye që unë jam munduar që të sjell në vlogjet e mia gjithmonë këtë jetën e përditshme, jetën me fëmijë, të dalat që bëjmë, domethënë pak a shumë këto vlogjet e qeta dhe nuk më pëlqen fare që të bëjmë pjesë e tematikave, sepse kur bëj ask më thonë edhe gocat shpesh që për shembull çfarë mendon për këtë, çfarë mendon për atë. Dua të bëjmë pjesë e tematikave të ndryshme për arsye sepse nuk dua debate, le të themi, apo diskutime që ngjallin debate edhe gjëra kështu, sepse e di që mjafton që unë të kem një mendim edhe tjetri të ketë një mendim tjetër, të kundërt me mua dhe pastaj do plasin ato komentet negative, ato gjërat kështu që nuk e dua këtë gjë. Unë do vazhdoj me këto vlogjet që kam, pra me këtë ritëm që kam, me këtë tematik, pra vlogje, jeta e përditshme, mom life, Anja, blerjet, këto gjëra, kështu që kush i pëlqen dhe e pëlqen këtë rrymë, bujrum, le të më ndjek, le të më shoh, për të tjerat, unë kjo jam edhe kështu do mbetem. Kështu që bashkë do të shihemi në videon tjetër. Bye!